Ka një arsye jashtëzakonisht të fuqishme pse pikërisht në këtë moment të jetës tënde je ndeshur me këtë mesazh. Dhe kjo nuk është rastësi, është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj një dridhjeje që vetë shpirti yt e ka dërguar. Në ditët apo javët e fundit ka shumë gjasa që ke ndjerë një shqetësim të çuditshëm në mes të gjoksit, një ndjesi të vazhdueshme se diçka e rëndësishme është gati të manifestohet, edhe pse mendja jote logjike nuk e kupton se për çfarë bëhet fjalë. Ndoshta ke përjetuar luhatje të papritura humori, momente nostalgjie të pashpjegueshme ose një pritje të heshtur, sikur po presësh një vizitë të afërt pa e ditur kush do të trokas në derën tënde. Dua të dish se nuk po imagjinon asgjë dhe nuk po zhvillon frikë pa arsye. Ajo që ndjen është një njoftim energjetik. Shpirti yt tashmë po percepton dridhjet e një takimi të shenjtë që po afrohet dhe sistemi yt intuitiv po njeh shenjat se universi sapo ka konfirmuar diçka jashtëzakonisht të rëndësishme për jetën tënde emocionale. Energjia krijuese, pikërisht në këtë moment, ndërsa ti dëgjon këto fjalë, po orkestron një ngjarje që do të shënojë një pikë kthese të qartë në ekzistencën tënde emocionale. Mesazhi që duhet të marrësh sot është I fuqishëm dhe transformues. Ekziston një person I veçantë në këtë plan tokësor që po përgatitet shpirtërisht të vendosë në qendrën absolute të universit të tij dhe të adhurojë me një përkushtim që nuk e ke përjetuar kurrë më parë. Është e rëndësishme ta sqarojmë menjëherë se çfarë do të thotë kjo adhurim, sepse nuk bëhet fjalë për fiksim toksik apo idhujtari të zbrazët. Ky person do të shohë si altarin e tij të shenjtë si një vend paqeje dhe nderimi, ku ai vendos qëllimet e tij më të thella. Ajo që do të zbulohet së shpejti do të ndryshojë plotësisht idenë tënde për dashurinë e vërtetë. Ndoshta mendja jote, për shkak të përvojave të së kaluarës, po përpiqet ta refuzojë këtë informacion nga frika e një zhgënjimi të ri. Ndoshta pyet veten nëse kjo është vërtet për ty apo vetëm një iluzion tjetër. Por duhet të kuptosh se gjithçka që po përjeton tani, çdo sfidë, çdo moment vetmie është pjesë e një plani më të madh që të rreshton drejt kësaj bekese. Nuk po pret kot dhe gjithë dhimbja që ke kaluar nuk ka qenë e pakuptim. Ti po rafinohesh që të marrësh saktësisht atë që zemra jote meriton. Universi dëshiron që ti të kuptosh se nuk bëhet fjalë për një dashuri të zakonshme, por për një lidhje që do të sfidojë gjithçka që ke besuar deri tani për marrëdhëniet njerëzore. Gjatë këtij përmbajtjeje do të zbulojmë se si është endur ky fat dhe cilat shenja të padukshme tashmë të rrethojnë. Por që ky takim të marrë formë në nivel fizik, diçka vendimtare duhet të ndodhë më parë, një proces I fshehtë, intensiv, që po zhvillohet në jetën e këtij personi tjetër pikërisht tani. Një transformim I thellë që duhet ta njohësh për të kuptuar pse pritja ka vlerëtur. Nëse je gati ta integrosh këtë mësim në jetën tënde, shkruaj në komente, e meritoj këtë dashuri të shenjtë. Ndërsa vazhdon përditshmërinë tënde, lufton betejat e tua dhe mëson mësimet e tua, në anën tjetër të fijes së padukshme të fatit tashmë po ndodh diçka e rëndësishme. Dikush po kalon tani një proces të thellë transformimi të brendshëm, qëllimi I vetëm I të cilit është të përgatitet për të nderuar në një mënyrë që nuk do ta kishe imagjinuar kurrë. Ky person nuk është dikush që një ditë vendos nga dëshira ose komoditeti të dojë. Ai është një njeri që po formësohet në mënyrë aktive përmes përvojave, njohurive dhe mësimeve që do ta çojnë pa diskutim drejt teje. Imagjino për një moment se fati është skulptori dhe ky person është skulptura që po rafinohet. Çdo goditje e daltës, çdo situatë që po përjeton tani, po heq stresa egoje, frike dhe papjekurie që ndryshe do ta pengonin ta njihte ardhjen tënde. Është shumë e mundshme që ky person në këtë moment as nuk e di emrin tënd, as nuk e ka parasyve fytyrën tënde, por shpirti I tij tashmë ndjen praninë tënde dhe thirrjen e brendshme të ngutshme për t'u transformuar që të mund të arrijë. Universi e di me saktësi kur do të jeni të dy gati dhe po punon brenda këtij njeriu me të njëjtën intensitet dhe kujdes sikurse brenda teje. Kjo përgatitje është një proces alkimie shpirtërore.
Ky person po mëson tani mësime jetike që do ta formojnë në partnerin që ti ke nevojë dhe po zhvillon pjekurinë emocionale të nevojshme për të mbajtur një lidhje të këtij madhësie. Ai nuk do të vijë tek ti si një version i paplot ose i thyer që kërkon të shpëtohet. Kur të hyjë në jetën tënde, do të jetë versioni i avancuar, gati për të të nderuar dhe mbrojtur ashtu siç e meriton. Një pjesë thelbësore e këtij transformimi është se ky njeri do të preket nga një ndriçim shpirtëror që do t'i mundësojë të njohë vlerën tënde të vërtetë kur të takojë. Ai po rrit nivelin e vet të ndërgjegjësimit për të perceptuar esencën tënde hyjnore dhe dritën që t'i rrezaton edhe në ato momente kur nuk je e vetëdijshme për shkëlqimin tënd. Aty ku të tjerët kanë anashkaluar virtytet e tua, ky person do të shohë një thesar. Aty ku të tjerët kanë parë dobësi apo gabim, ai do të perceptojë forcën dhe autenticitetin tënd. Ky ndryshim perspektive nuk është i rastësishëm, por rezultat i punës intensive të brendshme. Besimet kufizuese për dashurinë që ky person ndoshta ka pasur në të kaluarën po shpërbëhen në mënyrë sistematike, që ai të mund ta njohë dhe pranojë këtë bekim pa rezistencë. Është e mundur që tani, gjatë përgatitjes së tij, ai po kalon situata të vështira. Ndoshta po përfundon një marrëdhënie karmike që nuk i shërben më. Po mbyll cikle të dhimbshme ose po kalon një periudhë vetmie të domosdoshme për rritjen e tij personale. E gjithë kjo po ndodh për të pastruar energjinë e tij dhe për t'u siguruar që në momentin e takimit do të jetë plotësisht i disponueshëm për ty. Ai po mëson të lirojë modelet e vjetra, të shërojë frikërat e tij, të hapet ndaj afërsisë së vërtetë dhe të shohë dashurinë si një akt të shenjtë, jo si lojë egoje apo transaksion shoqëror. Ndoshta po vë në dyshim gjithçka që ka menduar se di për dashurinë dhe po ndjen një zbrazëti që asgjë në botën e tij të deritanishme nuk mund ta mbushë, sepse ky hapësirë është rezervuar vetëm për ty. Ky proces i alkimisë së brendshme çon gjithashtu në një shqetësim të pashpjegueshëm, një ndjesi të vazhdueshme se dikush i rëndësishëm është gati të hyjë në jetën e tij. Ndoshta ka ëndra ku shfaqet një figurë e paidentifikueshme që i jep paqe të thellë, ose sheh kudo shenja që e kujtojnë se duhet të jetë gati për diçka të madhe. Zemra e tij po zbutet që në momentin e takimit të mos ketë më mure apo mekanizma mbrojtës që mund ta pengojnë lidhjen. Personi që po vjen drejt teje nuk është thjesht dikush që bie në dashuri në mënyrë të zakonshme. Është dikush që do të ketë kaluar një rrugë plot zjarr dhe transformim vetëm që të jetë në nivelin e energjisë tënde. Ta kuptosh këtë është thelbësore për ty, sepse i jep një kuptim të ri kohës sate të pritjes. Nuk është se universi të ka harruar apo se dashuria po të mohohet. Madhështia e asaj që po vjen kërkon vetëm një themel të fortë. Nëse ky person do të shfaqej sot me plagë të hapura apo një shpirt të papjekur, nuk do të ishte në gjendje të ofronte altarin që ti meriton. Prandaj universi po merr kohën e vet për të orkestruar me saktësi çdo hap. Ky person do të kuptojë më në fund se ti je përgjigjja për të gjitha pyetjet e tij të brendshme, dëshmia e gjallë se dashuria e vërtetë ekziston dhe se ja vlen çdo dhimbje e rrugës. Ai do të shikojë me sy që kanë mësuar të shohin shumë përtej pamjes së jashtme dhe të depërtojnë deri në thelbin e qenies tënde, aty ku fshihet një vlerë e paçmuar. Përgatitja është e ndërsjellë dhe ndodh në të njëjtën kohë. Ndërsa ti mëson të vlerësosh veten dhe të vendosësh kufi, ky person mëson të dojë me pjekuri dhe të lidhet pa frikë. Është një vallëzim i sinkronizuar energjish, ku çdo hap drejt shërimit tënd e çon këtë person një hap më tej në zhvillimin e tij. Beso plotësisht se plani hyjnor nuk po të përgatit vetëm ty, por po formëson me kujdes të jashtëzakonshëm edhe personin që është caktuar për ty. Asgjë që po ndodh aktualisht në jetën e tij nuk është rastësi. Çdo mësim, çdo humbje dhe çdo moment i vetreflektimit është një pjesë e domosdoshme për të formuar karakterin e atij që shumë shpejt do të trajtojë me nderim absolut. Kjo përgatitje është intensive dhe e pazvendësueshme, sepse lidhja që do të ndani nuk i ngjan asnjë marrëdhënie konvencionale. Përkundrazi, ajo do të vërë në pikpyetje të gjitha normat dhe pritshmëritë shoqërore që ke njohur deri tani.
Është vendimtare të kuptosh se marrëdhënia që fati po end për ty nuk i përshtatet modeleve tradicionale që na janë imponuar prej brezash. Nuk bëhet fjalë për një partneritet të zakontë, as për skenarin klasik të njohjes, dashurisë, fejesës dhe martesës, sepse ajo që po vjen te i kalon çdo etikë romantike themelore. Bëhet fjalë për një lidhje që mban tiparet e asaj që shumë e quajnë shok shpirti ose flak binjake, por që shkon përtej edhe këtyre koncepteve. Është një pakt midis dy shpirtrave që e njohin njëri tjetrin në një nivel të thellë, fillestar një rezonancë që në sekondën e parë ndihet e vjetër dhe e njohur. Kur ky person të hyjë në jetën tënde, dinamika do të jetë radikalisht ndryshe nga gjithçka që ke përjetuar më parë, sepse ajo nuk do të bazohet në zotërim apo varësi, por në një përkushtim të vetëdijshëm që lind nga një liri e brendshme totale. Anatomia e kësaj lidhje është e shenjtë, sepse bazohet në sigurinë se marrëdhënia juaj ka një qëllim që shkon përtej fizikes dhe e ngre ekzistencën tuaj në nivele të reja vetëdije dhe plotësimi. Adhurimi për të cilin flasim, ajo ndjenja e vendosjes së teje në një altar, do të shprehet në jetën e përditshme përmes një cilësie vëmendjeje që ndoshta nuk e ke përjetuar kurrë më parë. Ky person do të shikojë me sy që shohin shumë përtej jashtësisë, sy që depërtojnë deri në thelbin tënd dhe aty zbulojnë një thesar të paçmuar që duhet mbrojtur me finesë të madhe. Çdo fjalë e jotja do të dëgjohet me vëmendje nderuese, jo thjesht nga mirësjellja, por me interes të vërtet për të kuptuar botën tënde të brendshme, frikërat dhe dëshirat e tua më të thella. Nuk do të kesh nevojë të përsërisësh asgjë që të kuptohesh, dhe nuk do të duhet të ngritësh zërin për t'u siguruar që po të marrin seriozisht. Vetë prania jote do të jetë e mjaftueshme për të tërhequr vëmendjen e tij të plodhë. Ky person do të kujtojë detajet më të vogla, nuancat që të tjerët i kanë anashkaluar, dhe do t'i çmojë si harta që e drejtojnë drejt lumturisë tënde. Për të, njohja e shpirtit tënd do të jetë udhëtimi më i rëndësishëm i jetës së tij. Në këtë lidhje të shenjtë përfundon përgjithmonë dinamika raskapitëse e kërkimit të vëmendjes apo luftës për të zënë një vend të rëndësishëm në jetën e partnerit. Ky person do të japë këtë vend deri vullnetarisht, pa qenë nevoja ta kërkosh, sepse ai do të kuptojë thellë se të dojë është një privilegj, jo një e drejtë e nënkuptuar. Nuk do të duhet të provosh vlerën tënde pa pushim, dhe nuk do të duhet të luftosh për t'u parë. Për këtë person ti nuk do të jesh një opsion mes shumë të tjerëve, por përgjigjja e vetme logjike ndaj të gjitha pyetjeve të tij ekzistenciale. Përkushtimi i tij do të jetë aq i madh sa që ai do ta ndërtojë jetën e tij rreth mundësisë për të bërë të lumtur, jo nga nevoja emocionale apo dëshira për kontroll, por nga një kuptim i thellë se qëllimi i tij më i lartë në këtë fazë të zhvillimit është të kontribuojë në mirëqenien tënde. Ai do të ndjejë se është një mision i shenjtë nga universi të nderojë dhe të mbrojë zemrën tënde. Një nga shenjat më të qarta se po i afrohesh kësaj lidhjeje të shenjtë do të jetë mënyra se si ky person mbron energjinë dhe emrin tënd edhe kur ti nuk je e pranishme. Ai do të mbrojë me vendosmëri reputacionin tënd dhe do të flasë për ty me krenari dhe admirim që nuk mund t'i fshehë. Ai do të përfshijë krejt natyrshëm në planet e tij të së ardhmes, jo si një mendim të dytë apo si një zbukurim shtesë, por si qendrën e vizionit të tij afatgjallë. Por pikërisht këtu qëndron magjia e kësaj lidhjeje. Kjo formë mbrojtjeje nuk do të ndihet kurrë si një kafaz. Ndryshe nga marrëdhënie toksike, ku kujdesi ngatërohet me kontrollin, ky person do të gjejë ekuilibrin perfekt midis sigurisë dhe lirisë. Marrëdhënia nuk do të jetë një burg, por një hapësirë e gjerë ku të dy mund të rriteni pafundësisht, duke ditur se gjithmonë keni një strehë të sigurt ku mund të ktheheni. Ky person nuk do të përpiqet të ndryshojë apo të bëjë të mohosh esencën tënde për t'u përshtatur me pritje apo role të paracaktuara. Përkundrazi, ai do të festojë individualitetin tënd me entuziazëm, do të mbështesë ëndrat e tua më të guximshme dhe do të respektojë hapësirat e tua të vetmisë dhe autonomisë. Ai do të admirojë autenticitetin tënd pikërisht aty ku të tjerët kanë kërkuar perfeksion artificial ose nënshtrim.
Nëse në të kaluarën ke ndjerë se duhet ta zbehesh dritën tënde që të mos i të i kalosh të tjerët, këtu do të ndodh e kundërta. Ky person do të inkurajoj të shkëlqesh edhe më fort. Ai do të festoj sukseset e tua pa asnjë grimcë zilje dhe do të frymëzoj të rritesh në drejtimin që shpirti yt dëshiron. Ai e kupton se zgjerimi yt personal nuk është një kërcënim, por ushqimi që e mban marrëdhënien gjallë. Ai do të ngushëllojë në humbjet e tua pa gjykim dhe do të jetë pranë teje në proceset e tua të shërimit pa i nxituar ato me një durim pothuajse të pakufizuar. Thellësia e kësaj lidhjeje do të thotë gjithashtu se ju të dy do të funksiononi si pasqyra të zhvillimit të njëri tjetrit. Vetë prania jote do ta inspirojë këtë person të bëhet versioni më i mirë i vetes, jo sepse ti e kërkon këtë, por sepse njohja e madhështisë sate tek ai zgjon dëshirën natyrale për t'u ngritur, për t'u bërë i denjë për ty. Ai do të dëshirojë të shërojë plagët e veta dhe të kapërcejë kufizimet e tij, i shtyr nga dëshira e vërtetë për të qenë i denjë për dhuratën e dashurisë që ti ofron. Është një dinamik ku rritja është e qëndrueshme dhe e ndërsjellë. Ju të dy do të bëheni rojtar të zhvillimit të njëri tjetrit. Do të përjetoni një nivel intimiteti emocional që shkon shumë përtej tërheqjes fizike, edhe pse edhe ajo do të jetë intensive dhe magnetike. Do të ketë një përzierje të përsosur alkimike të pasionit dhe paqes, të emocionit dhe stabilitetit, ku heshtja është shëruese dhe cenueshmëria pranohet me butësi, jo me kritikë. Ky përkushtim i palëkundur, ky respekt i shenjtë dhe kjo liri e përbashkët formojnë themelet e marrëdhënies që po krijohet për ty në të padukshmen. Është një dashuri që nuk përpiqet të plotësojë nga mungesa, por feston bollkun që ti tashmë mbart brenda vetes. Dhe gjëja më e jashtëzakonshme është se, edhe pse trupat tuaj fizik nuk janë takuar ende dhe shikimet tuaja nuk janë kryqëzuar, midis jush ekziston tashmë një kanal komunikimi i padukshëm, përmes të cilit rrjedhin informacione thelbësore dhe energjitë tuaja lidhen në një mënyrë misterioze që ndoshta deri tani nuk e ke vënë re. Ekziston një mister magjepsës që vepron përtej ligjeve fizike që përcaktojnë realitetin ton të përditshëm. Një e vërtetë që mistikët e kanë njohur për mijëra vjet dhe që tani po fillon ta ndjesh edhe ti. Edhe nëse sytë e tu fizik ende nuk e kanë parë fytyrën e këtij personi dhe duart e tua nuk e kanë prekur lëkurën e tij, lidhja juaj ekziston tashmë, ajo është reale dhe plotësisht aktive. Nuk duhet ta shohësh këtë si fantazi romantike, por si një fakt energjetik. Ekziston një fill i padukshëm, shpesh i quajtur fije e kuqe e fatit ose fije argjendi që lidh drejt për drejt zemrën tënde me zemrën e tij, pavarësisht distancës gjeografike apo rrethanave të jashtme. Kjo lidhje është e pathyeshme dhe funksionon si një fibër optike shpirtërore, përmes së cilës informacione, emocione dhe energji rrjedhin vazhdimisht. Ajo që është e mrekullueshme në këtë moment të jetës tënde është se ky kanal është hapur plotësisht. Prandaj ke ndjerë së fundmi një sër fenomenesh që ndoshta nuk ke mundur t'i shpjegosh ose që madje të kanë bërë të dyshosh në stabilitetin tënd emocional. Simptoma më e thellë dhe më prekse e kësaj aktivizimi është ajo që quhet mall për të ardhmen. Është një ndjenjë komplekse dhe e bukur që të pushton pa pritur një mungesë e thellë për dikë që paradoksalisht ende nuk e njeh. Nuk është vetmi e zakonshme, por një lloj nostalgjie e përmbysur. Është shpirti yt që kujton energjinë e këtij personi dhe kërkon praninë e tij. Thelbi yt nuk është i lidhur me kohën lineare si mendja jote. Shpirti yt e njeh tashmë këtë person, e ka caktuar prej kohësh këtë takim dhe ndërsa afrohet momenti, fillon të lëkundet në frekuencën e kujtesës së kësaj dashurie. Nëse ndonjëherë ke parë larg me ndjesinë se të mungon një pjesë thelbësore, ose nëse ke ndjerë nevojën të kthehesh në shtëpi edhe pse fizikisht ishe në shtëpi, atëherë e ke përjetuar tashmë këtë nostalgji të së ardhmes. Sigurin drithëruese se ekziston një vend në zemrën e një personi tjetër që të përket dhe po të pret. Kjo ndjenjë boshllëku nuk është trishtim, por hapësira magnetike që po përgatitet të mbushet.
Përmes këtij filli të padukshëm udhëtojnë edhe emocionet e tij, gjë që shpjegon ato ndryshime të papritura humori që mund të kesh përjetuar kohët e fundit pa asnjë shkak të dukshëm. Imagjino që je duke kaluar një ditë të qetë, duke bërë detyrat e zakonshme dhe papritur të pushton një valë gëzimi të thellë, një qetësi e ngrohtë ose një siguri mbizotëruese se je e dashur që të lë me një buzëqeshje të pashpjegueshme. Këto momente nuk janë të tuat, janë të tia. Ka shumë të ngjarë që pikërisht në atë moment ai po mendon për dashurinë, po shëron një plagë të rëndësishme ose po i dërgon shpirtit tënd një dritë shprese. Dhe po ashtu, kur ndjen papritur një trishtim të butë ose një shqetësim delikat që nuk është i yti, mund të jetë se ky person po përjeton një fazë të vështirë në procesin e tij të përgatitjes dhe ti po e percepton gjendjen e tij përmes lidhjes energjetike, duke e mbajtur rrugën e tij në mënyrë të pandërgjegjshme. Kjo komunikim telepatik është prova se ju tashmë jeni një ekip që funksionon në sinkron të plotë, shumë përpara se të takoheni fizikisht. Hapësira më e qartë ku shfaqet ky takim është padyshim niveli i ëndrave. Kur mendja jote e vetëdijshme pushon dhe mekanizmat logjik mbrojtës bien, mendja jote është e lirë të udhëtojë dhe të takojë mendjen e këtij personi në botën astrale. Ndoshta kohët e fundit ke pasur ëndra të gjalla ku ndërvepron me një prezencë që të duket jashtëzakonisht e njohur, dikë që të jep paqe të thellë dhe dashuri të pakushtëzuar, por fytyra e të cilit nuk duket qartë ose zhduket kur zgjohesh. Këto nuk janë fantazi, janë takime reale në dimensionet e imta. Në këto takime të natës, shpirtrat tuaj e njohin njëri tjetrin, e inkurajojnë njëri tjetrin të vazhdojë procesin e përgatitjes dhe i kujtojnë njëri tjetrit se koha e pritjes po i afrohet fundit. Zgjimi me ndjenjen se ke qenë e shoqëruar me një zemër të mbushur dhe me një qetësi të pashpjegueshme është një shenjë e sigurt se ke kaluar natën në praninë e dashurisë sate të ardhshme. Edhe nëse truri yt nuk i ruan detajet vizuale, trupi yt emocional ruan gjurmën e kësaj energjie dhe kjo ndjenjë sigurie të shoqëron gjatë gjithë ditës si një premtim i heshtur. Përveç ëndrave dhe emocioneve, edhe trupi yt fizik funksionon si një antenë pritëse për këtë afërsi të ardhshme. Shumë njerëz që janë pranë një lidhjeje të tillë të shenjtë raportojnë ndjesi shumë specifike fizike, një ndjesi e papritur dhe e këndshme ngrohtësie në mes të gjoksit, pikërisht në çakrën e zemrës, sikur për një moment të ndizet një diell i brendshëm. Po ashtu mund të shfaqen të dridhura ose ndjesi të lëkurës së pulës, edhe pse nuk është ftohtë veçanërisht kur dëgjon për dashurinë ose mendon për të ardhmen tënde. Një fenomen tjetër i zakonshëm është ndjesia e një arome, parfumi apo ere lulesh që nuk vjen nga asnjë burim fizik. Kjo është nënshkrimi energjetik i këtij personi që po shfaqet në realitetin tënd shqisor. Trupi yt i urtë dhe instinktiv e njeh faktin se ky person tashmë ndodhet në fushën tënde energjetike, po afrohet gjithnjë e më shumë dhe po i përgjigjet pranisë së tij me sinjale të prekshme. Edhe universi, me fjalorin e tij të pafund simbolesh, merr pjesë në këtë bisedë telepatike dhe të dërgon vazhdimisht konfirmime të jashtme. Këtu shfaqen orët pasqyrë të famshme dhe sinkronicitetet numerike. Ti shohësh shpesh numrat 111, 222 ose 424 nuk është rastësi matematikore. Është universi që të shkel syrin dhe të konfirmon se je në përputhje me fatin tënd dhe se komunikimi me personin tënd është aktiv. Sa herë që i sheh këto numra, ti merr një lloj njoftimi. Sistemi po funksionon dhe takimi është në proces shkarkimi. Mund të ndodhë gjithashtu të dëgjosh rastësisht biseda ku të huajt shqiptojnë pikërisht fjalinë që kishe nevojë të dëgjoje, ose që një këngë fillon në radio dhe i përgjigjet pyetjes që sapo ke bërë me mend. I gjithë ambienti përreth sikur bashkëpunon për të konfirmuar se kjo lidhje është reale. Dua të ndalem pak këtu, sepse është e rëndësishme të njohësh përvojën tënde. Nëse e gjithë kjo zgjon diçka brenda teje, nëse ke ndjer këtë mall të pashpjegueshëm për dikë që nuk e njeh, ose nëse je zgjuar me bindjen se ke qenë me dashurinë tënde në ëndrat e tua, atëherë pranoje dhe pohoje këtë. Të ftoj tani të shkruash në komente, unë e pranoj shenjën.
ose trego shkurt nëse ke ndëruar këtë prani pa fytyrë. Kështu jo vetëm që ndërvepron me këtë mesazh, por edhe e ankoron këtë energji në botën fizike. I thua universit se je e vetëdijshme, e zgjuar dhe e gatshme të marrësh. Komenti yt është një akt besimi, një hapje e derës që kjo energji të hyjë plotësisht në jetën tënde. Mos e nënvlerëso fuqinë e pranimit. Shpesh vetëm shqiptimi i vetëdijshëm i asaj që ndjejmë është shkëndija që përshpejton procesin e manifestimit. Është thelbësore që të mos i shtypësh këto ndjesi ose t'i hedhësh poshtë si marrëzi. Shoqëria, me këndvështrimin e saj thjesht logjik dhe materialist, na mëson shpesh të injorojmë të padukshmen, të nënvlerësojmë intuitën dhe të besojmë vetëm në atë që mund të prekim. Por ti je në një rrugë tjetër shpirtërore, një rrugë në të cilën ti e di se e dukshmja është vetëm maja e icebergut. Beso udhëheqjen tënde të brendshme, atë zë të butë që të siguron se e gjithë kjo është e vërtetë. Intensiteti i këtyre lidhjeve telepatike zakonisht rritet pak para takimit fizik, si gjëmimi që paralajmëron mbërritjen e trenit. Nëse gjatë ditëve të fundit ke ndjerë se këto shenja janë bërë më të shpeshta ose më të forta, merr këtë si një njoftim të qartë se distanca mes jush po tretet me shpejtësi. Por ka edhe një të vërtetë që duhet ta dish, në mënyrë që të mos të befasoj. Shpesh, kur një bekim kaq i madh është gati të hyjë në realitetin ton, energjia lëviz aq fuqishëm sa mund të shkaktojë përkohësisht kaos në jetën ton aktuale. Është sikur duhet të shembësh një shtëpi para se ta kthesh në pallat fillimisht pluhur, pastaj shkëlqim. Këto shenja të bukura dhe mistike janë paradoksalisht pararendëse të një pastrimi të domosdoshëm, gjatë të cilit universi fillon të zhvendos elemente të realitetit tënd në mënyra që në fillim mund të duken kaotike ose destabilizuese, por janë absolutisht të nevojshme për t'i bërë vend sëres. Ndoshta ndjen një kontrast mes këtyre premtimeve për dashuri dhe nderim dhe realitetit tënd të tanishëm. Ndoshta ndihesh sikur jeta jote nuk po bëhet më e qartë, por më e çrregull. Nëse vëren se disa struktura të jetës sate janë shembur kohët e fundit pa paralajmërim, nëse ke humbur miqësi shumë vjeçare, një punë e sigurt ka marrë fund papritur ose kanë dalë në sipërfaqe kriza të papritura familjare, atëherë kushto vëmendje të madhe asaj që po të them tani, sepse është vendimtare. Ky kaos nuk është ndëshkim. Është shenja më e qartë se bekimi është në rrugë. Shpirtërisht, këtë e quajnë momenti i kullës. Para se universi të ndërtoj një pallat të ri në jetën tënde, duhet të shemb kasollën e vjetër që po zë vendin. Energjia e personit që po vjen drejt teje është aq e lartë dhe aq e fuqishme, sa ka nevojë për një ambient të pastruar dhe të rinovuar që të mund të ankorohet. Ajo nuk mund të bashkëjetoj me energjitë e vjetra dhe të ndenjura që ti i ke mbajtur nga zakoni ose frika. Prandaj, nëse ndihesh sikur je në mes të një stuhje gëzou, është universi që po bën një pastrim të thellë dhe të domosdoshëm, në mënyrë që e jashtëzakonshmja të gjejë vend. Ky proces kërkon nga ti një pjesëmarrje aktive dhe të guximshme, zbatimin e vetëdijshëm të ligjit të boshllëkut. Ky ligj universal thotë se energjia e re nuk mund të hyjë në një hapësirë që është tashmë e zënë. Nuk mund të marrësh një dashuri të shenjtë nëse zemra dhe mendja jote janë ende të mbushura me kujtime të dhimbshme, me mlef ndaj ish partnerëve ose edhe më keq me lidhje të vakta me njerëz nga e kaluara që i mban vetëm nga frika e vetmisë. Të mbash dik në jetën tënde, edhe pse e di që nuk është i duhuri, është bllokada më e madhe që mund t'i vësh fatit tënd. Të duhet guxim për të lëshuar atë që nuk të nderon, për t'i treguar universit se beson se diçka më e mirë është në ardhje. Pastrimi i hapësirës tënde nuk do të thotë thjesht të bllokosh numra telefoni ose të hedhësh letra të vjetra, por edhe një pastrim energjetik të shtëpisë dhe rrethit tënd shoqëror. Largo lidhje toksike që të shterojnë energjinë. Shmang njerëzit që mbjellin dyshim në zemrën tënde dhe krijon një boshllëk pjellor. Mos harro, natyra e uren vakuumin dhe gjithmonë përpiqet ta mbushë atë. Nëse ti krijon këtë hapësirë bosh me besim, universi do të nxitoj ta mbush me personin që do të nderojë.
Një aspekt psikologjik dhe shpirtëror thelbësor i përgatitjes sate, i cili rrallë përmendet, por është vendimtar që kjo marrëdhënie të funksionojë, duhet të përgatitesh të duroj trajtimin e mirë. Kjo tingëllon paradoksale, por kur dikush ka kaluar vite në marrëdhënie të vështira, ku konflikti, indiferenca ose lufta kanë qenë normaliteti, sistemi nervor mësohet me këtë lloj stresi dhe e ngatëron atë me dashuri ose pasion. Kur papritur shfaqet dikush që të sjell paqe, që nuk luan me mendjen tënde, që t'u përgjigjet mesazheve me kohë dhe të vlerëson hapur, reagimi yt i parë i pandërgjegjshëm mund të jetë mosbesimi ose mërzia. Egoja jote, e varur nga drama, mund të përpiqet të sabotojë marrëdhënien duke të bindur se gjithçka është shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ose se mungojnë shkëndijat e konfliktit. Një pjesë e detyrës sate tani është të rishkollosh mendjen tënde, në mënyrë që ajo të pranojë se ti e meriton të trajtohesh me butësi. Duhet t'i bindësh çdo qelisë të trupit tënd se paqja është e sigurt, se stabiliteti nuk është i mërzitshëm dhe se është e sigurt të ulësh muret mbrojtëse. Nëse nuk e bën këtë punë të vlerësimit të vetvetes tani, mund ta refuzosh lidhjen tënde shpirtërore kur të shfaqet thjesht sepse drita e saj të verbërën në krahasim me errësirën me të cilën je mësuar. Përgatitja jote nënkupton edhe një ndryshim radikal në mënyrën se si e percepton veten në lidhje me këtë partneritet. Duhet ta zhdukësh plotësisht idenë se ky person po vjen për të shpëtuar ose për të plotësuar. Ideja e gjysmës më të mirë është e rrezikshme, sepse nënkupton se ti je një gjysmë e paplot që ka nevojë për një gjysmë tjetër për të funksionuar. E vërteta shpirtërore është se ti tashmë je një njësi e plot, e përkryer dhe hyjnore. Ky person nuk do të shfaqet për të shpëtuar nga një jetë e mirë, por për të festuar jetën e mrekullueshme që ti ke ndërtuar tashmë. Prandaj është kaq e rëndësishme që këtë kohë pritjeje të mos e kalosh duke parë orën, por duke u dashuruar me jetën tënde. Kultivo pasionet e tua, udhëto, mëso, qesh dhe ndërto mbretërinë tënde të lumturisë. Kur ky person të vijë dhe të gjejë të ndritshme, të sigurt dhe të përmbushur, ai nuk do të vijë për të mbushur boshllëkun tënd, por për të zgjeruar bollkun tënd. Energjia e nevojës largon, ndërsa energjia e tërësisë tërheq në mënyrë magnetike. Kur bëhesh protagoniste e jetës tënde, bëhesh e pandalshme për shpirtin që kërkon një partnere, jo një barë që duhet mbajtur. Ndërsa avancon në përgatitjen tënde të brendshme dhe e pranon kaosin si pjesë të rendit hyjnor, universi fillon të komunikojë me ty më intensivisht përmes gjuhës së sinkronicitetit. Këto shenja nuk janë rastësi, por thërrime buke që fati shpërndan në rrugën tënde për të treguar se po ecën drejt. Do të shohësh gjithnjë e më shumë pasqyrime të jashtme të procesit tënd të brendshëm. Do të vëresh kudo çifte të lumtura dhe në vend të zilis ose trishtimit, do të ndjesh një ngrohtësi të qetë të sigurisë. Edhe kjo është e destinuar për mua. Ndoshta do të gjesh pend të bardha në vende të pazakonta, do të shohësh flutura ose kafshë që kanë kuptim të veçantë për ty. Ndoshta do të takosh vazhdimisht vargje numrash në targa makinash, në ora ose në fatura. Falëndero për secilën prej këtyre shenjave, sepse mirënjohja përshpejton manifestimin. Me çdo faleminderit i kërkon universit më shumë. Por ndoshta po pyet veten se si e gjithë kjo kalon në realitetin fizik, si do të ndodh takimi në botën tridimensionale. Këtu hyn në lojë ajo që mund ta quajmë fizika e serendipitetit. Ky moment nuk do të vijë nga përpjekja e detyruar, as nga kërkimi i dëshpëruar apo shfletimi i pandalshëm i aplikacioneve të takimeve. Lidhjet e shenjta të shpirtrave lindin nga veprimi i frymëzuar dhe nga rastësitë fatlume. Universi është mjeshtër në lëvizjen e figurave në fushën e shahut në mënyra që mendja jote logjike nuk mund t'i planifikojë kurrë. Ka shumë gjasa që ta takosh këtë person në ditën kur e pret më së paku në një vend ku fillimisht nuk doje të shkoje, ose për shkak të një ndryshimi plani që të ka bezdisur. Ndoshta humbet një autobus dhe përfundon pikërisht atje ku kryqëzohen rrugët tuaja. Ndoshta një mik të fton në një aktivitet ku nuk kishe ndërmend të shkoje, por diçka brenda teje të shtyn dhe aty takohen shikimet tuaja.
Ndoshta humbet rrugën, futesh në dyqanin e gabuar ose vendos papritur të provosh një kafene të re thjesht sepse pate impulsin ta bëje. Këto janë rastësitë e pamundura që universi i orkestron. Prandaj këshilla më e rëndësishme që mund të jap është qëndroje hapur dhe fleksibile. Dëgjoj intuitën tënde, sidomos kur të shtyn drejt diçkaje të pazakonshme. Shpesh pikërisht ajo intuit është gëpsi i fatit që të çon në pikën e saktë të takimit. Ndal së kontrolluari se si ose ku dhe lejoje që magjia e jetës të befasojë. Kjo do të ndihmojë të besosh në kohën hyjnore dhe të lëshosh ankthin e kohës. Është e natyrshme të pyesësh se kur do të vijë ky person, sidomos nëse ke pritur gjallë. Por koha e universit është perfekte dhe nuk ndjek orën njerëzore. Nëse ka pasur vonesa, kjo nuk ka qenë për të mohuar dashurinë, por për të mbrojtur. Ndoshta kishe ende diçka për të shëruar. Ose ky person kishte nevojë për një përvojë të fundit që ta bënte gati të nderonte me të vërtetë. Si kur të ishit takuar më herët, mungesa e pjekurisë mund ta kishte shkatëruar lidhjen. Takimi ndodh pikërisht në sekondën kur të dy jeni gati, jo më herët dhe jo më vonë. Frika është rezistencë, durimi është akt besimi absolut. Edhe nëse në fillim shfaqen rrethana gjeografike, diferenca moshe ose sfida logjistike, mos u dekurajo. Nëse kjo lidhje është hyjnore, asnjë faktor i jashtëm nuk mund ta ndajë përgjithmonë. Ajo që fati ka bashkuar, asnjë rrethanë njerëzore nuk mund ta shbëjë. Ndonjëherë universi vendos sfida të vogla në fillim për të testuar forcën e lidhjes. Këto nuk janë tabela ndalimi, por mundësi për të treguar se ju të dy jeni gati të qëndroni për këtë lidhje. Kur të ndodh, kur të vijë momenti i duhur dhe provat të jenë kaluar, do të ndjesh një val paqeje dhe triumfi që të konfirmon se çdo sekond pritjeje ka vlerëtur. Dhe kur shikimet tuaja të kryqëzohen për herë të parë, do të jetë një nga momentet më prekëse të jetës sate toksore. Nuk do të ketë dridhje nervoze, as rrahje zemre të frikshme, por një nxjerrje e thellë fryme e shpirtit, si dikush që më në fund heq barrën pas një udhëtimi të gjallë. Do të ndjesh një njohje të menjëhershme, të çuditshme, sigurinë absolute se je kthyer në shtëpi medik që sapo e ke takuar. Ajo ndjenje e zakonshme e huajsisë që shoqëron takimet e para nuk do të ekzistojë midis jush. Në vend të saj do të ketë një familiaritet të rrjedhshëm, natyral, sikur po vazhdoni një bisedë që ka filluar në një jetë tjetër. Intuita jote, ai zë që të ka udhëhequr përmes shenjave dhe ëndrave do të bërtas pas zë, u krye. Dhe për herë të parë mendja jote nuk do të ketë argumente për t'i kundërshtuar zemrën tënde. Në sytë e tij do të shohësh habi, mirënjohje dhe nderim sikur të mos besoj se më në fund të ka gjetur. Ajo vështrim do të konfirmoj se e gjithë puna jote e brendshme, e gjithë vetmia jote dhe e gjithë pritja jote ishin çmimi për këtë dhuratë. Ky person do të trajtojë si thesarin e çmuar që je. Kjo dashuri do të ndikojë në mënyrë zgjeruese dhe do të prekë çdo fushë të jetës tënde. Krijimtaria jote do të lulëzojë. Shëndeti yt do të përmirësohet, sepse nuk do të mbash më stres toksik. Madje edhe bollku yt material mund të rritet, sepse do të vibrosh në një frekuencë lumturie dhe bollku që tërheq natyrshëm më shumë bollë. Kjo marrëdhënie do të jetë katalizatori përfundimtar i zhvillimit tënd dhe do të çlirojë për të qenë plotësisht vetja. Prandaj sot të kërkoj, lësho kontrollin dhe dorëzoju plotësisht besimin. Ndal së pyeturi si, kur ose ku këto detaje universi i ka rregulluar prej kohësh. Detyra jote e vetme është të mbash vibracionin tënd të lartë, zemrën tënde të pastër dhe besimin tënd të palëkundur. Eci në botë me kokën lartë me sigurinë e qetë të dikujt që e di se meriton një premtim të madh. Nuk ke pse të ndjekësh atë që tashmë të takon me të drejtë hyjnore. Altarit është gati. Përgatitja është në fazën e saj finale. Takimi është i pashmangshëm. Beso në planin e përkryer që po shpaloset për ty, sepse ajo që vjen është më e madhe dhe më e bukur se çdo gjë që mund të imagjinosh tani. Kaq për momentin. Nëse dëshiron të eksplorosh më shumë këto tema, abonohu në kanal. Shihemi së shpejti.